s'ka garë. Mos ta harrojmë elementin e Dirama, i cili ka një ndikim jashtëzakonshëm PDK. Më përngos fakti që Pozhori përshqetësohet për demokracinë PDK. Tutëm se kjo është çështje tjetër, pastaj do hap debatin. Ta përmendoj zotin. Edhe çështja, domethënë një kohë Edhe për shumë që është Që ka thonë Ramizi. domethënë ditëve në vazhdim do ta shohim edhe elementin drama që një kohë po Fal. A di pse se për vetëvendosjen, këtë kohë narracioni krijohet rreth Albin Kurtit, sonte më gjatë po folin për PDK-n, dhe pju duket befasi pse ka mendim për PDK-n. Se zakonisht imponohet të Dhimet zoti Pozhori, PDK, po dhimet mos po hub me Bedrin Lemër, por në të hub. Ty të konvenon, që e ki ka sa vetin, në të hub. Unë bëj analiza gjak ftofta as nuk kam dhimen as njonit politikan, unë si kam bo lutje më marrë me politisht, hiç së më dhimen, hiç, në që se bashkë dënë me ditë, unë për kundrazi politikanit i kërkoj veç përgjësi. As njonit si kum bo në ftesë dhe lutje më marrë me politik, kështu, në gjitha partit. Ata e kam vlerësu vetë pse dun të mirën me politik, e prezentojnë programin, e tregojnë vetë vetën, për ndryshë unë bëj vetëm analist ftoft kër është në pyetje, po tashti pse këtu dojnë një japë dimenzione dhe unë kam do ngjyra pak më të forta, ajo është tjetër çështje. Partia Demokratike është parti me rëndësi, domethënë është partia opozitare. Elementi e Dirama është i fortë parti, domethënë. Edhe ditëve në vazhdim për shembull nuk i dihet, mund të ndodhe. Një kohë është përmend edhe emri Gencakit për shembull. Një figurë që mund të bivendoset. Po problemet me figurat e bivendosura është, si më thon, legitimiteti i parti për ta shtyrë. Ka fuqi Dirama që ta bivendoset, po themi një gare në ose po nuk e ka atë fuqi. Fal, apo nëse duhem diçka tjetër, çështja e kryetarit është punë kryme. Visok. Jo, me shumë mirë respekt. Puna e kryetarit PDK-s është e kryme, Bedri Hamzën e tij. Se e ka që sigurt to oflerat. Atë ka dalë në herë që të më thonë kondra. Jo bre, nuk është në rëndësi, në po me është figura me unifikum se PDK-s më në burë, kondo me qiti. Stashtë me dashësi ide, si mendim e thomë pse mos me buk punën e kryetarit PDK-s part-time edhe Edi Rama, dhe me i marë dy pa. E qka ka të keqe këtu? Pse jo, më i me jap ide. E qka ka të keqe? Ma mirë si Dejona Mihali 100.000 është. Ma mirë si Dejona është. Se s'pe bëni Dejonën dhe jo. A di vetëm i me thonë. Ne Dejonën dhe burë ose qëtë në kuvend. Se fiton Albin Kurti zgjedhjet, nëse vazhdojmë. Po e me Dejonën për fiton. Diskutimi po bëhet, pse s'po fiton PDK-ja. Mirë. Po me gjitha dhe me thonë, mund bëhet Bedri Hamza, nuk ka problem, mund bëhet. Nas jemi kundër që bëhet Bedri Hamza, veç po themi sa është Partia Demokratike. Ishte ky elementi sa është element demokratik që kjo, po them që një parti me kaq përvojë, domethënë nuk do ta bënte një gabim dy herë. PDK-ja. Sidomos me Bedri Hamzën, po a ndikon se e shtrova edhe më herët Nemli Krasniqi, po themi ky përcaktimi i tij që Bedri Hamzën nuk e besoj që ndikon. Ai ishte vetëm kortezi fars politike. Kortezi, domethënë për kortezi. Po s'ka marr figurë tjetër politike tash për tash PDK-ja që ka autoritet më shumë si Bedri Hamza vëlla. Nuk ka ju. Nëse merrni me media, me gazetari, me holomteme, me përcjellet politikës, nuk ka PDK. As Enver Hoxha? Jo, bre burr. Dakor, dhe veç po shtroj pyetje. Jo, Enver Hoxha është i mirë për Asa Gemaliu? Agim Aliu është shumë i mirë, por sa kam informacione, mos e centralizohet një emër, sa është Partia Demokratike. Nuk ka ndaj ambicie për post kryeministrit, por nëse i vihet mundësia, unë e kisha vlerësuar shumë se është kryetari i provuar. Që paska. Po unë ne ta konstatojmë se ka. Po veç po duhet ta përmbyll, është punë thuja se e kryme. Ore, po e kuptojmë totalisht. Befasus po diskutojmë. Futet Fatmir Limaj në këtë garë apo jo? Jo, më shport. Fatmir Limaj s'po me LDK në koalicion. Po Fatmirit me PDK-n është kry. Është e hapur gjithçka, Ashtu e kumlonsit në kuptuar. Ma përpara bëhet Albin Kurti, kryetari i PDK-s, si Fatmir Limaj. Se gjenezën VV-ja e ka të PDK-ja nëse donë me u kthy në retrospektiv. Vetëm se edhe Fatmir Limaj është themeluesi i këtij subjekti politik. Po sakt, po se ka gjenezën VV-ja të PDK-ja, Fatmir Limaj është themeluesi. Gjasa ta blen sa s'ka gjas më bëha. Limaj kryetari i PDK-s jo. S'mund na befasoj PDK. Absolut. Për hir të